Përshëndetje. Ka kaluar një javë nga era e fundit që kemi qenë së bashku, ka qenë diele çuditshme, çdo të diel na gjeni këtu në Top Albania Radio. Ariola Sheu në mikrofon me kapele dhe veshur totalisht black, por ata që po na ndjekin dhe nga YouTube, aplikacioni, televizori, ku diun live këtu nëpërmjet skelerinave përballë. Dhe Arion Muça në mikrofon, jemi së bashku në Top Albania Radio në Trip Top. Kur Arion në jetë nuk isha dalë në një program me çorape. Ke dalë jo vetëm me çorape, por me dy çorape. Me dy çorape dhe pa këpucë, do thoni ju pse, për gjithë ata që janë dashamirës së këmbës, mund të na ndjekin live në këtë moment, edhe pse nuk duket shumë qartë. Kjo gjë tek Ariola ka marrë këmbën bashkë moderatorja dhe mikesha ime, e cila nuk mund të vesh këpucë, të paktën të një këmbë, atëre për të qenë simetrike, tha po jeq të dyja. Po jeq të dyja dhe po vesh vetëm çorape. Po Arion, ata që mund ndjekin në rrjetet sociale. Po shihuni vesha që mos kuptohen, ta respektojnë pak dhe kodin televiziv. Patjetër, kodi televiziv thotë jo me çorape, po ti e ke pak të kesh të zeza. Por në vërtet unë rash në voleboll, theva qafën, ata që më ndjekin në rrjetet sociale e dinë që pata probleme këmbët dhe thash sa të vi këtu me atë këpucën ortopedike që ma gjeti heroi Arion Muça. A do ta marr dhe ta lë aty këpucën ortopedike të duhet? Mund t'ia tregoj njerëzit që s'po bëjnë. Regjia më bëni Qyqa gjatë gjithë kohës jo, se na prish, ne jemi shumë të lezetshëm vetë për t'u dukur gjithë ajo këpucë. Ja, me këtë qarkullon. Këtë qarkullon është këta. Por me pantallona gjëra që mos e shohin gjithë. Te bloku tjetër e heqim. Ndërkohë, të dashur miq, për gjithë ata që nuk kanë probleme me kaviljen dhe po japin makinës në kthim nga një destinacion apo në drejtim të një destinacioni tjetër, përveç humorit të mirë që do ta gjeni për rreth 2 orë në programin ton. 2 orë jemi apo jo? 2 orë. Pra, 2 orë. Mund të gjeni dhe muzikë shumë të mirë, fokus do të kemi udhëtimet sepse në Trip Top këtë bëjmë dhe do të kemi dhe një të ftuar me shpresë të vise ne ka bërë çik lëmsh me oraret. Na bëri lëmsh që u bëfshim dhe ne lëmsh. Por kush është ky i ftuar në bion e personazhit Arion shkruhet fare thjesht. Ne do ta themi sikur ai do vi. Se ndoshta dhe zvin fare. Gjithsesi ky personazh në bion e vet të Instagramit thoshte film director. Vetëm kaq, po. Film director, që vjen regjisor në shqip. Me regjisor, po, dhe kishte vënë titullin e filmit të ri që ka punuar dhe gjithashtu dhe kishte vënë dhe linkun ku blihen biletat e këtij filmi. Pra, që ka një film që është ongoing momentalisht. Pra, që është në transmetim në këtë moment në sallat e gjithë botës, e di pse them botë, sepse Trip Top flet për udhëtime. Regjisori i këtij filmit në fjalë, përveç se Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo ku ka shqiptar folës, ka udhëtuar dhe për te kufive, ku ka shqiptar folës të cilët jetojnë në Amerikë, në Kanada, në Zvicër. Kështu që filmi shqiptar shkon kudo. Kush është ky personazh? E gjeni juve dhe është djalë. Po, regjisor, kështu që e gjeni juve dhe mund ta shkruani edhe në numrat personale ata që na e kanë. Ka dhe një vajzë, ndihmove shumë publikun. Pse mo ka regjisora me vajzë shumë? Po, është një film ongoing, s'ka dalë shumë filma që janë kinema. Që ka dalë tani së fundmi. Tani o do ishte Bjordi, o do ishte ky tjetri. Nuk është se janë shumë Bjordi s'është, po e them unë, se Bjordi akoma nuk e ka prerë biletën për të ardhur, ç'është e vërtetë, ka qenë goxha i angazhuar. Si, po dhe ne si na ka shpëtuar se mirë. Shpëtuar se Bjordi ne kemi shok, po ideja është duke qenë se po ja thuaj vërtetën, i ke thënë? Patjetër që po, ky është emisioni vet, edhe i tij. Të dashur miq, sot do të shkojmë në një destinacion ekzotik, një nga ata destinacione që vet Trip Topi ka qenë, pra formati në terren i Trip Topit i xhiruar dhe i transmetuar nga Top Channel në YouTube, ka qenë në këtë destinacion dhe ka qenë pikërisht me këtë i tham shumë gjëra. Lumsi ti. Gjithsesi, për ata që ndoshta nuk të kanë ndjekur Arion në YouTube, mund të bëj tani kërkimin online ose të bëjmë ne një spoiler për shkakun për vendin. Ky vendi është kryeqyteti me emrin më të gjatë në botë. Emri i këtij kryeqyteti ka 168 shkronja. Tani lëmsh njerëzit të mendojnë kush është kryeqyteti me emrin më të gjatë. Ka disa fjalë, po kuptimi është Po, kuptimi është qyteti i ëngjëjve të Azis. Wow. Tani besoj një pjesë se kuptuan. Pa shumë nga ata që janë makinë tani than patjetër i ka thënë ai asaj. Se ai që ndihmon është djalë zakonisht, ai pretendon se i di shumë gjëra. Po, enciklopedia thotë që ma thuaj, ama se ta thën për pak ja shife. Konsiderohet si Venecia e lindjes. Venecia e lindjes ka shumë ujë patjetër. Po, ka shumë ujë dhe është qytet i ndërtuar mbi lumenje, mbi përrenje. Dhe konsiderohet edhe qyteti i tuk-tukëve. Tuk-tuk. Shiko, këta që kemi ne. Tani besoj që kuptua. Si themi këtyre karrocave ne që transportojnë zakonisht kështu. Dum. Pra, të rrin çikël. Është s'po vjen fjala si thuhet. Është emanotop. Sinonim.
Kur ti thua, kur një fjalë ka emrin e zhurmës që bën. Pra, kur një gjë ka emrin e zhurmës që bën. Në rastin konkret, futet te gjua e te letërsia. Po e humba këtë fjalë, po më enematope quhet nduket, po s'po e mbaj mend tani, po gjithsesi, e ke parasysh xhupi fsh. Kur zgjen enematopen? Gjen xhupin fsh. Gjithsesi, kur një gjë ka emrin e zhurmës që bën apo të funksionit që bën, quhet kështu, po enematopen. Jo, do ta gjej tani në Google dhe do ta them si quhet. Gjithsesi, tuk zhurma që bëjnë kurreci, se bëjnë tuk sa marrin vrull dhe pastaj është mjet transporti gjithsesi. Mos është në zog, mor. Është një dundum i vogël. Mos është në zog atë që flet. Jo, është dundum i vogël. Un kam hipur në tuk dhe ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Një eksperiencë e pa harruar për Arionin që ka vizituar. Qyteti është surprizë vetëm pas pak, ë? Ta themi, do ta thosh. Gjithsesi mund ta kuptoni nga kënga që do të dëgjojmë tani, sepse do shkojmë zanore, është këngë shumë e famshme në atë zonë, është këngë që flet për atë zonë. Çfarë këngë? Një nga këngët që kemi vendosur. Pra, jo, po kënga tani është një Xhuzi Ferreri. Atëre po, mund ta kuptojnë, kështu e kuptuan. Shijoni. Dhe nga muzika super e lezetshme që kemi zgjedhur sot dedikuar për Tajlandën, Arion. Po jo për atë Tajlandën klasike, sepse ne kur themi Tajland në botë kuptimin e të paktën të ne shqiptarë, po besoj edhe të një pjesë të mirë të europianëve, janë ishuj, plazhe. E di çan vjen mua në mendje kur them Tajland? Nga që kanë prezantuar miset për shumë vite, vetëm ato miset e Tajlandës, që ishin aq të bukura. Gjithmonë na kanë ardhur shumë të bukura miset e Tajlandës. Goca ishin pak djenin tonë, se kush i bëri analizat, po jo, ishin goca dhe shumë të bukura, vetëm se Arion tepër të prekura. Po. Domethënë nuk ka ardhur një vajzë që thuar sa e pakuruar. Kjo ishin të gjitha shumë të kuruara, por të gjitha ishin të prekura. Është në kulturën tajlandeze që e bukura ose misi apo vajza kur ka është në gjithë Azinë kjo gjë, po në Tajland është shumë sepse edhe kostot. Edhe Filipinat në përgjithësi. Edhe kostot janë shumë më të lira për të bërë këto ndërhyrje. Domethënë, një botox që në Shqipëri që kushton pak është 200 euro le të themi, atje është 20-30 euro. Pra, edhe Nuk e dija këtë. Po janë shumë lirë, edhe në Kore janë shumë lirë në krahasim me Europën apo me Ballkanin. Gjithsesi po këtë drejtë vajzat ishin shumë. Domethënë që nga dhëmbët, që nga buzët, që nga mozat, që nga ato nuk i shifje një herë pa lente. Patjetër që. Nëse po unë kshu e lidh domethënë Tajlandën, ti si e lidh Bangkokun? Unë kur nisa për Bangkok, sepse ne sot fokusin do ta kemi te Bangkoku, që është kryeqyteti dhe një nga shtetet qytet, sepse është gjigant, le të themi është pothuajse si Shqipëria dhe madhësia është e jashtëzakonshme. Po ku ka si ti? Dhe ishte në kokën time kaosi. Pra, kur ti thua Bangkok në kokën time dhe në kujtimet e mia të fëmijërisë lidheshin me këtë lokacion, lidhen edhe me filmin të guximshmit në shqip si quhej atë të Hangover, po si ishte në shqip ka një. Është procesi mas pjesë që ti po, është film i famshëm i cili realizohet në tërësinë e vet dhe në shumë lokacione, është në Bangkok dhe shumë spote të Bangkokut janë të famshme pikërisht nga filmi. Kaos. Dhe doja ta përjetoja këtë kaos, po bëra një gabim. Vija nga Japonia në Bangkok dhe ishte kjo për mua shoku kulturor në një shtet i tërësisht perfekt, në një shtet i cili ishte totalisht e kundërta. Po ti s'pas ke pas kohë ta absorbosh, ose fare, unë janë dy kultura shumë të veçanta, shumë të bukura që duhet i shohin paktën një herë në jetë, po ndoshta ndarë nga njëra tjetra. Unë isha me Aldo Marku regjizorin, kështu që duhet të thënë sepse eksperienca ime ishte ndarë me regjizorin Aldo, dhe kur kemi mbritur në Bangkok, gjë e parë ishte që ne ishim në një qytet, por që të jepte ndjesinë sikur ishte buzdetit. Sepse vetë temperatura, palmat, lagështia, gjelbërimi që ishte prezent, klima në qytet. Që është gjithmonë ngrohtë me qira fjalë. Është gjithmonë ngrohtë. Po ka shira tropikale her pas here, kështu që nëse keni planifikuar të shkoni në Bangkok, patjetër që për mendimin tim duhet të shkoni. Është një nga eksperiencat, po maksimumi 5 ditore që unë do ju këshilloja. Është ama një shok kulturor shumë i fortë. Çfarë nuk na pan syt në ato orët e para të ditës kur mbritëm në Bangkok, po vapa dhe qasja sikur ishte në një ishull tropikal, ishte me njershme, edhe pse ne ishim në mes të një megalopoli, pra një qyteti gjigant me një jetë të jashtëzakonshme 24 orë në 24. Ariola sheu, nëse molla e madhe e Amerikës, New York, ku jeton 24 orë, ka gjenin orë plus për të jetuar. Nuk kishte një moment ai qytet që të thuaj, okay, tani është qetësi, nuk ekzistonte. Dhe ja t'japim një përshkrim të shkurtër të Bangkokut, i cili është kryeqyteti i Tajlandës, është nga ato qytete që janë ashtu si tha Arioni më energjike, absolutisht
absolutisht në Azi, një miks i çuditshëm midis spiritualitetit dhe modernes, midis varfërisë dhe luksit, dhe po ashtu midis elementeve si fakti që aty jetojnë për shembull mbi 10 milion banor, ndaj konsiderohet një mega city, mbi 10 milionë. Pra Bangkoku, ai do fillojnë komentet se kohët e fundit jam duke u marrë me shifrat që japim ne në emision. Po, jo 10, po 11. Janë 11 në Londër, prandaj ne thamë mbi 10. Mbi 10. U bë kryeqytet në vitin 1782 nga mbreti Rama i parë, se kjo është në anë. Sa kam luajtur me Aldër me këtë element. Ne kur zbritëm për herë të parë dhe lexuam aty Rama 8, Rama 7. Tani ore këta e pas kanë Ramën kështu, i thashun që jo vetëm brezi i parë, po është edhe brezi i dytë, brezi i tretë. Brezi Ramën dytë tani. Rama ishte mbret. Pra kur thuaj Rama, thuaj mbreti. Po pra se është themelusi i dinastisë Chakri. Ndërkohë feja kryesore është budizmi, prandaj është edhe tempu i lartë e poshtë. Qyteti është i ndërtuar mbi kanale dhe mbi lumë, ajo që tham Venecia e lindjes, dhe njihet për jetën e natës. Që vizitove ti Arion? Patjetër që po. Patjetër që po. Pa tani ti themi kur të vjen Ana, po ti zbuloj unë sa gjëra. Foodi është legjendar dhe mund të se provova në asnjë moment. Regjia këtu te mua, regjia. Ku kemi kam Përball. Tu, aty. Ja. Nuk kisha kurajo të haja nga ushqimi që bëj në rrugët e të thua, ma, ai është më i njohur se restorantet luksoze. E merrnin pulën, më shif në sy. E merrnin pulën nga një qese të marinuar kështu në rrugë, e linin në rrugë. Qese me pul, me vaj, me gjëra. Dhe fusin në një pjastër të sajuar, po prapë në mes të rrugës, dhe mbas të individit që bënte këtë ishin ujrat e zeza. Un jam shokuar, do me thënë isha gjatë. Shokove disa ata që rrojnë aty, si rrojnë ata. Po e kanë stomakun e përgatitur Ariola Sheu. Nëse do që pushimet i kalosh. Po ku ëngre Marion, ku ëngre pa i zoti? Kemi ngrënë vetëm në restorant. E pra, po është më i mirë street food. Aldo Amate e ëngri street foodin dhe ka ngrënë dhe kështu ti thot vet. Njihet për tempo të artë për masazhin tajlandez, bëre masazh ti Arion? Jo. Dhe ishte ky masazh me happy ending. Ja, nuk kam provuar përvojat të tilla, nuk di fare që këto gjërat janë prezente. Jo, çfarë nuk pam. Po bëre masazh apo jo? Jo, masazh tajlandez nuk bëm, ata i bënin, ata kishin një shërbim masazhi i cili ishte 24 në çfarë do lloj kushti, pra edhe ulur tek sa prisje metron, mund të kishte. Po mund të kishte njerëz që vinë të bënin masazhe, po nuk tallem, është një gjë që është prezente dhe është thelb në kulturën e tyre. Sigurisht që qendrat e masazhit me jo vetëm me happy ending për ty, po me happy ending për gjithë popullin. Ishim pafund, në çdo cep ishin vajza të ulura për jashta, lloj komsish, kishte edhe tajlandeze, po kishte edhe komsi të tjera që të merrnin të betonin. Vajza kishte edhe lady boys aty që janë shumë vështirë për t'i dalluar dhe të merrnin zvarr nëse nuk kishe kujdes. Të merrnin me dhunë, nëse është buta fuori nëpër lokale që kemi ne si logjika të bodyguardin që të nxjerr jashtë. Me të njëjtën dhunë ato të merrnin brenda. Hajde brenda thoshte të vinin 3-4 vajza të fusnin brenda. Jo se ne s'donin të futeshim më po. Që të kuptojmë. Por që bëj të masë, një pikë të saktuar. Po jo donin të bëjnë çik si të vështirë. Jo ishte Ariola Sheu. Kështu si të kapnin aty. Bangkoku ishte me statistika. Rruga me më shumë vajza që ushtrojnë një profesion të pahishëm për një pjesë të madhe të popullsisë botërore, po shumë të hishëm atje. Jo, edhe aty i jashtëligjshëm është Po maskohet, pra prostitucioni në Bangkok. Po nuk kontrollojnë kaq shumë, bëjnë sikur se shohin. Për numër banorësh dhe për metër katror është me më shumë në botë. Ashtu ë? Po. Ne i gjë më shumë se ne do e dinë ata se s'ka mundësi. Rooftop bars janë shumë të njohur, madje ka dhe rooftop shumë të lezetshëm në mbi katin e 50, imagjino. I keni parë. Lumsi juve ne të shkretët mirë që lexojmë këtu në Çaka, se s'kemi parë gjë, trafiku është ekstrem, madje ne zbuluam së fundmi, ditët e fundit e zbuluam, fal një miku tim që jetonte në Bangkok, që alternativa më e mirë ishte motori. Pra siç është taksia motor në Bangkok, është fantastike, njerëz që po na dëgjoni në këtë moment në Top Albania Radio, ju a këshilloj mënyra më e mirë për të lëvizur në Bangkok ishte maj motorit. Të vinin të merrin me skuter poshtë shtëpisë, janë çuna dhe goca me një xhublet ngjyrë jeshile zakonisht apo të kuqen varësi të kompanisë dhe kushtonte 0 lek. Ariola Sheu 30 minuta në motor, po si 50 cent. 50 cent. Tani të lutem. 50 baht. 500 baht, le të themi. Miqra, fjala ke baht është monedha zyrtare e Tajlandës dhe zakonisht 1 euro këmbet me 40 baht.
Po, 40 baht. Kështu që ti si bie sa pagoje? 0 lekë. Do të thënë 50 cent pagoje zakonisht, 60 cent, 70 cent për të lëvizur nga pika A te pika B dhe të tilla mund të bëje sa doje në jetë se nuk të vriste fare. Po, për gjithë ata që duan të udhtojnë nga Tirana, duhet ta bëjnë me tranzit, me 1 ose 2 tranzit nga Stambolli, nga Dubai, nga Vjena, nga Varshava, nga Roma, pra ka disa opsione që të shkosh në Bangkok. Ndërkohë, sa shkon bileta avion? Nga Azia, gjithsesi, që do të thotë me Turqinë do ishte perfekte. Kjo është këshill personale, kemi thënë edhe për destinacione të tjera që lidhen me Azin. Ju këshilloj Stambollin sepse afroheni. Që do të thotë nëse ti shkon në Rom dhe nga Roma për në Bangkok është diku te 9 orë, nëse nuk gaboj, 9-10 orë. Nëse ti nisesh drejt Stambollit bëhet 7 orë gjys, 8 orë. Këshilla që ju vlen. Po, ju vlen. Ndërkohë ju shkon pak a shumë bileta, një plus minus tek vajtjardi, po themi nga 600 deri në 900 euro dhe zgjat 13 deri në 18 orë që të mbrish në Bangkok. Kështu që llogarisni me gjithë qëndrimin në lokacionin e parë, pra. Po, që tranzit. Në momentin që nisesh derisa mbrin 13 deri në 18 orë, kështu që duhet llogaritur që të paktën një javë minimale të kalohet në Bangkok, se ndryshe më shumë lodhesh se sa. Por kostoja mesatare ditore për turistët që duan të shkojnë me një buxhet shumë të ulët shkon 30 deri në 60 euro dita. Mesatarja shkon 80 deri në 180 euro dita, ndërsa ata që duan të jetojnë pak më mirë 300 euro dhe plus pastaj se s'ka funde mira ora. Një intervistë që pash për ta mbyllur përpara se të shkojmë në këngë, ku kërkoheshin vajzave tajlandeze apo të Bangkokut se sa lek duhet të merrte një djalë për që ato ta cilësonin të pasur, ato thoshin, nëse i kalon 700 euro për ne është milioner. Eca ty. Që imagjinoni sa djem shqiptar mund të ndjen mirë në Bangkok, themi pas pak. Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku dashur me energji të mirë. Tani më i ftuari është prezent pasi ka bërë një peripeci të jashtëzakonshme për të qenë në radio. Thuaj Ariola Shell, thuaj përpara se ti thuash emrin. Thuaj çfarë ka bërë. Çfarë të themi, un thash bion e ti aq mjaftoi Arion, po ç'bëri akrobaci nga Tirana. Aldo Marko, faleminderit që të Tiranës. Eksakt, faleminderit që je me ne. Ta themi për ata që nuk e din, se nuk e din normalisht se kemi thënë. Aldo erdhi për në radio, po përfundoi pak nga Shar. Që ju e dini që radio topi është tek Albania dhe Kashari është në Kashar. Nuk e di me idenë që Top Channel, Top Albania ja dolëm ban me sukses mirë se erdhi Aldo. Që sot na ke bërë sebe për të zgjedhur si destinacion Bangkokun si vendin e preferuar tëndin apo? Po, në Lashi është shumë mirë. Ne ishim me Arionin vjet kemi qenë. Po, një vit gati, po. Super experience. Po, në fakt ishte herë ime parë në Azi, përtej Turqisë, nëse mund të quhet se Turqia është gjysmë Azi. Pare te ke shkelsë gjysmë më në fakt kam kalu urën, kështu që ishte hera parë në Azi edhe mendoj që Azia është një si thosh është një asaj se bashkë kemi qenë asaj tha ja asaj se bashkë çuar ky program është vetëm për mua. Se ne kemi qenë bashkë. Si ke komentuar më qartë? Mund të isha më mirë, mund të isha më keq, kështu që faleminderit Zotit me kaq. Me voleyboll, unë vdes për. Me voleyboll, po. Kështu që po, domethënë në la super mbresa, arkitektura, lifestyle, zhurma. Çfarë bëri për shtypja? Unë të mia ti thash, unë listova vapa e madhe që sa zbritëm, thash që ishim në mes të qytetit dhe na duke sigurisht ishim Buzdetit, edhe pse si ishim Buzdetit, zhurma, kaosi përshkrova përpara se të vije ti, kështu që këto ishin ato që më lanë mua. Çfarë bëri mua për shtypje për te vapës, sepse kam qenë në disa vende të po themi afër Ekuadorit që janë në Amerikë dhe e kam ndjerë lloj zagushie përpara, të tmeshme, të frikshme, kështu që deri diku ishte mësu trupi. Zhurma, kaosi, sidomos nëpër trafik, nuk e di se si merresh në vesh gjithë ato motorë tuk-tukush, e ke thënë në hapje. Trafikun e lexuam. Domethënë xhironte gomat gati botohej tuk-tuku ndërkohë që i jepte. Por ne si shoqëri nga që jemi mësuar pak kështu duke i dhënë makinës një lloj far kaos, ishte normale për ne, kuptimin ne na pëlqet adrenalina, por kam përshtypjen që turistat të tjerë që mund të jenë nga i vend më perëndimor, me rregulla, mund të jetë shumë ekstreme si eksperiencë. Ushqimi i rrugës që ishte goxha eksotik, po themi. Aldo pati kurajo. Po pra, na tregon çik eksperiencë. Po unë tregova pak edhe kurajon tonë. Arioni tha që ishte higjiena bërnut aty tani. Skandal, po. Po si e provova? Po ato jemi mësuar. Skenën e gjoksit të pulës, poshturës që merrte te qesja e mbanën. O zot, hani njerëz atë, ha? E bleni njerëz. E bleni pa. Çfarë provove? Ishte kurioz pe diçka apo rastisi? Shkom te një rrugës që kishte goxha kështu për qendrim të këtyre lloj ushqimeve, edhe pse ishin kudo, po te ke rruga e caktuar që Cowboy Street. Cowboy Street. Aty ku përdesh na ran ato Lady Boyd. Bravo. Lady Boyd dhe ju desh ju rrafën. Desh na rrafën na bën. Po do shkojmë aty
që do shkosh për ushqimin. Pas kemi historira në këtë program. Gjërat më ekstreme që ishin, domthonjë që ishim edhe shumë kurioz për t'i provu, po flas shumë se ti s'ka ngra asgjë nga ato. Jo, unë jo. Domthonjë një akrep që provova dhe mos gaboj që ishte krokodili vogël. Krokodili vogël, krokodil si mini krokodil i vogël. Si zhapik, mos keni ngrënë zhapik. Jo, krokodil ishte. Se ishte edhe trupi i madh, mund ishte edhe mishpule, po krokodili ishte trupi i madh. Krokodile, keni fjalën sa gishti për shembull apo sa parakrau? Si një salamandër kështu. Shiko, kur ti thua lop, nuk është e ha gjithë lopën, një cop lop ose dhe ai shkreti se gjithë krokodilin. Ai ishte gjithë forma. Ishte çuditshëm. Ishte gjithë forma, ishte më vërtet kështu si krokodil. Wow. Pa akrepi ishte sfida ime më e fortë, nga që kam pas edhe fobi gjithë jetën akrepin. Edhe e hëngre me dhëm fobin tënde. Me djersh ftofta, gjithë atë vap, Arioni më shumë mirë, po djersisja kështu gjithkohës edhe. Po çfarë shije kishe? Shiko, mua më qetësonte fakti që e kanë ngrënë të tjerë përpara meje, tipit që nuk është se po e provoj parë dhe do vdes. Kështu që kjo është një lloj kështu comfort. Sado që është në rrugë dhe pas një lloj sfidose. Shija ishte që ishte gjithë luspa dhe nuk është se kishte shumë mish. Ti nuk do të përtypesh për ta ndjerë mishin që kishte brenda akrepi. Po ishte i gatuar, kështu që po mbaj mend që the kanë marrë burr akrepin kur e përtyp në fund, kthej ka një si push në fund. Do e kishte ngrënë prap? Jo, aq ishte, thivë. Për eksperiencë, domethënë nuk ishte një shije që ty të pëlqeu. Po krokodilin do e haje prap? Si pulse atëre ti, si pulse, më duket si pul, një gjë tillë. Thell. Kush krokodili apo gjërat pozitive të Shija, me çfarë ngjan? Pula, si. Pula e kujt? Pul prasës dhe ti dhe në ora akrepi apo krokodili pra. Po ky thot akrepi tani ndajemi. Ja, krokodili, mbaj mend krokodili më the ishte. Po çuna tani ka kaluar një vit, kemi do nxjerr jashtë po vazhdo. Ka kaluar një vit, do shkojmë prapë të rifreskojmë. Do provojmë diçka tjetër. Po tjetër çfarë bëri për shtypje? Çfarë bëri për shtypje? Ledi Mboj ne pak i përmendëm në program se ndeshëm që edhe juve të na tregonit si e keni kaluar këtë si eksperiencë të bëri për shtypje, sepse me çfarë lexova unë të paktën ishte shumë i përhapur si fenomen, mbase më shumë se sa në vendet e tjera. Përshtypje. Tani ne jetojmë në një epokë që domthonë s'na bën përshtypje më asgjë. Ne shikojmë çdo gjë, domthonë kemi akses të informacioneve pa qenë aty, kështu që ishim rrahur me këtë gjë. Çfarë bëri përshtypje ti shikoje vizualisht, pra ti shikoje live, ishte ajo pudra që përdornin për të bërë më të bardhë. Të bardhë, po. Ai ishte ai binte shumë sy, se nga video ti nuk e percepton shumë atë, ndërkohë që kur e shikoje live ndjej si shumë e podrosur, si fantazm, si duan. Mermer. Ndjej shumë. E falso do të ishte egzageruar, pra binte në sy, nuk është se ishte një gjë që nuk binte në sy. Po çfarë ishte? Ishte stili tyre i bukurisë, si kemi treguar në pjesë të tjera të Azis që e bardha është e bukur dhe ata ose ato në këtë rast nuk e dim, nuk është se u lumtuam shumë. Shikoj, pastaj një histori interesante atëherë që kanë disa perëndi që janë gjysmë meshkuj, gjysmë femër, mbase duke trajtuar veten si perëndi, mbase edhe bënin këtë lloj procesi, këtë lloj. Kush e merr vesh? Po sa keni për ta treguar? Është e bukur, mbas këngës së radhës kthehemi dhe vazhdojmë bisedën. Rikthehemi shpejt. Ja. Dhe vazhdojmë flasim për Bangkoku, nuk humbim as edhe një sekond. Aldo po na tregonte çudirat e Bangkokut që i ka përjetuar së bashku me mua. Ka qenë me shumë fat në fakt që e kam bërë këtë eksperiencë me Aldo, sepse ishim të dy, edhe pse miq në një ambient totalisht të ri. Pra edhe për mua ishte një lokacion që se kishte vizituar edhe Aldo. Dhe le bisedën te Lady Boyt edhe te koncepti shpirtëror që kishin Lady Boy. Po këtë mund ta them unë, në disa besëtni apo në disa koncepte fetare të fesë budiste, Zoti është pa seks, pra është between, është në mes, mund të jetë vajzë, mund të jetë Ariana Grande thot God is the woman. Po në kulturën e tyre ishte hynore të jesh në mes. Po dhe ata këtë gjën e përdornin edhe për kulturën personale, për të zgjedhur në cilën se di si ta them, se do të kesh gjithmonë kujdes kur po sepse nuk i thua dot asnjë gjini të mirëfill se ti nuk e di çfarë gjinie është, pra çka ai nuk identifikohet në një gjini apo në një tjetër. Kështu që është temë disi delikate, po koncepti Lady Boy ishte prezencë për desh na futën në mes e na zhdëpëndru. Ja. Po. Na trego pak për atë momentin, se unë mbaj mend me kamerën në dorë tek rrugica. Futemi te një rrugicë, mban mend, Këtë keni kapur juve si video? Jo, këto do të jetë. Po ne jemi. Se mbaj mend. Çfarë janë këta Lady Boy apo goca? Po ne jemi, po. Jo, tha ajo mos filmosa. Po, ky ishte problemi. Ky ishte problemi. Mban mend momentin? E mos na filmo? Më shumë mirë. Tani ne nuk e dinim, ne kemi parë video pa. Jemi në Pattaya këtu nëse nuk e bëj. Kjo është Pattaya Street, ju e ke si? Po, Pattaya Beach. Çfarë bëjnë këta njerëz këtu për shembull? Janë turist mix me vajza që punojnë në zanatin e famshëm që kemi këtu. Ishte pak a shumë si një red light district i Amsterdamit.
po versioni në Bangkok, versioni. Po kjo është me vajzat ose me ladyboyt, nuk na ndodhi në Pattaya, na ndodhi direkt në Bangkok, na ndodhi në rrugicën që ishim me vetë tregoj pak se ishte bukur rasti sken. Aldo po filmonte. Po ne po unë filmoja apo ti? Po ti po filmoja. Që I thash është shoku im në fillim mendova se do të vinin të merrnin për të futur brenda te lokali. E di si po e bëjmë se të mohabetet kur dikush ka dashur, edhe dy çuna duhet të binë dakord në një variant. Kemi xhiruar, kemi aty s'kemi si gënjej. Ideja ishte që Aldo po filmonte, nëse e mbaj më të mirë unë kështu. Aldo po filmonte dhe një nga këto vajzat ishte veshur ose më saktë ishte zhveshur totalisht dhe ishte një grup ladyboy. Ishte veshur parë. Po, ishte veshur pak. Edhe ishte një grup ladyboy dhe një nga këto më e bukur ose më I bukuri po I afrohej. Po se do ta pyesësh si identifikohet, kështu që për të qenë korrekt I them të dyja. Dhe I afrohet, dhe unë mendova se I afrohet për t'i thënë diçka të tipit hajde brenda te lokali, ndërkohë ajo vetë dhe I hedh dorën. Po, I hedh dorën Aldos për t'i treq kamerën. Dhe unë shkreti mendova se po e trajtonte mirë dhe I them shoku im me idenë që s'ka gjë ty. Kur u futën erdhën të gjithë ato për të na harruar, nëse nuk lejohej të filmoje. Dhe në ato momente na I kanë kap kamerat dhe na I kanë përthyer të dyve kamerat. U bë moment disikleshëm sepse mund të merrte për masë çikun të ndaja, domethënë se supozohet që ato kanë edhe stafin e vet, mund të kenë bodyguardët e vet edhe. Ne nuk e dinim që nuk lejojmë të filmojë, po nuk bën sens sepse njerëz bënin videot me telefona. Po siç duket është ky mentaliteti që po ishte telefoni është okay, po ishte një aparat tjetër. Po është kamera, I duket bëj çuditë. Si e sheshuat këtë sherr se na kapi ankthi tani? Po na duket se po na vjen këtu. Jo, në fakt ishte Odzi që na dha një kështu. Odzi ishte I shoku që na italiani që jetonte në Bangkok, që na çonte për këto ambientet, I cili filloi foli në gjuhën e tyre, I tha që jo nuk po filmojnë më, largohu dhe e mori përdore një nga ato vajza dhe largoi dhe na I shpjegoi. Po dhe ai nuk na I thane që kjo gjë nuk lejohej. Pra kur pan kamerat u bën agresive ato vajza. Por ju e morët materialin që ju duhej, me sa kuptoj. Duke xhiruar sërish, por kamerat nuk I mbanin më kaq të ekspozuar, duke treguar që duke deklaruar veten që po filmojnë, po fillon të mbanin pak më në formë sniki. Mbani mend ndonjë fjalë nga gjuhën e tyre? Asë. Më në zhurmë, më pastia, më që hajnë jongi. Ti e kopjoj bukur. Se vëni kështu për këtë leshin edhe ishin çuditë që po flisin. Gjithsesi Aldo ne po e nisëm bisedën dhe është absolutisht shumë e bukur se kjo është tema e emisionit Bangkoku, po nuk të pyetëm ty çfarë marrëdhënie ke në përgjithësi me udhëtimet, se ti na ke dërguar edhe një sër fotografish nga udhëtimet e tua. Amerika, nëse nuk gaboj, ishte një prej udhëtimeve që më ke treguar, që e ke jetuar përveç se si turist, po edhe si qytetar I Amerikës. Po, për sa vite? Rreth 2 vjet. 2 vjet. Shiko, kam qenë në shumë vende, tani natyrisht që domethënë për çdo që vlerëson udhëtimet, po themi e kupton rëndësinë e udhëtimeve, e kupton sa rëndësi ka shpirtërore apo mendore apo të zgjerosh dimensionalisht, domethënë për të parë kultura të tjera dhe vende të tjera, për të mos u mbyllur vetëm në një pellg, po themi. Po nga ana tjetër janë dhe shumë vështirësi, tipit qoftë nga kostot apo qoftë nga koha, që koha është armiku jon kryesor. Më kujtohet për shembull ajo thënia që pse do të bësh lek? Edhe thotë dua të bëj lek sepse dua të jetoj I qetë. Po më pas çfarë do bësh, më pas të kem kohë të udhtoj. Pra domethënë, duke bërë disa pyetje ti arrin tek konkluzioni final. Kështu që zakonisht kjo është liria për të udhëtuar, kështu që Kur e kuptove sa I rëndësishëm ishte udhtimi dhe shkëputja për ty? Fakt që herën e parë kur kam dalë në Europë, ka qenë në Suedi në 2004, kam qenë 15 vjeç, 14-15 vjeç, ajo ishte hera e parë që në atë kohë me viza viza Schengen, domthonë kishim qenë në Maltëzi, në Maqedoni dhe në Kosovë, po themi Ballkan, dhe ishte hera e parë që shkoje për te. Erikja Europë, dhe sidomos në një vend të Skandinavisë që është akoma më perëndimore dhe më ka qefi avionit. Po. Sa të rëndësillin dhe ushqim. Po, në atë moshë për shembull nuk e ke frikë avionin. Tani sa më shumë rritesh aq më shumë fillon të kalkulon gjëra. Dhëna është për frikë. Është kjo. Kështu që ishte një impakt shumë I madh. Ishte një impakt që nuk kthehesh më I njëjti. Impakti I dytë I kësaj rëndësie se Europa më pas janë specifika të tjera kur shikon Italinë apo Francën apo Greqinë apo Gjermaninë, Çekinë, ka pëlqyer shumë Çekia. Çudi. Edhe Amsterdami shumë gjithë të tjerë. Pastaj impakti tjetër kështu që lambres po themi ridimensionimi ishte kur shkova për herë të parë në New York, hera e parë, sepse kishim parë New Yorkun vetëm nga filmat edhe nga nuk ishte aq grandioz. Se lidhej me ëndrrën amerikane për ty apo thjesht kurioziteti? Po nuk është aq grandioz, domethënë ti pret që ato Shaj, jepi shaj New Yorkun tani Aldo. Jo shaj po thonë një gjë negative se ti të mburi. Negative, ka sa dush për të thënë gjëra negative. Domethënë
pak i piset për hir të vërtetës, të e dinë gjithë masivisht, domethënë. Nuk është aq i sigurt, po themi, sado që është relativisht shumë i sigurt vitet e fundit. Aldo non grata. Ja, po të vërtetë, në Shqipëri po thotë një të vërtetë e hidhur, po. Nga ana tjetër është kryeqendra e botës, për ta rregullojmë. Është kryeqendra e botës ekonomike, marketingut, ekonomike, the Big Apple, I love New New York in my heart. Shiga, po me që se jemi kështu e mbyllim me humor të mirë këtë copës, shkëputemi për pak muzikë, rikthehemi prap dhe padyshim do themi të gjithë të mirat e Amerikës. Të gjitha. Jemi në këtë pjesë të fundit në fakt që jemi me Aldon dhe po kënaqeshëm se po tregonim eksperienca të bukura udhëtimesh. Treguam se eksperienca mirë për Amerikën, zotja ose zonja ambasador, çka kemi? Eksperienca zonja po zot ambasador kemi. Zonja është mos e re, mos e bëjnë. Po. Zonja ambasador Amerika është e papar. Dhe realisht e duam shumë. Po çon si ka gjinia, çon si ka gjinia, çon si ka hap ambasada. Ka marrë vizën e ke? Gjithsesi po tregonim eksperiencat e udhëtimeve. Cila është eksperienca më e keqe që ke patur ndonjëherë në ndonjë udhëtim që ke bërë, ose më e frikshme ose më e çuditshme, quaj ç'a duash. Më e keqe. Po e frikshme për shkakun ka qenë se e keqe nuk po e gjej dot për momentin, po e frikshme për shkakun. Ka qenë një fluturim që bëm për në jug të Italisë, edhe ishte akoma periudha që në aeroport kishte akoma këto avionët me helika. Edhe përtej tensionit edhe ankthit që duket si diçka shumë dated, shumë e vjetruar dhe thua punon më kjo gjë apo jo, po qelloj që ishte edhe një mot i tmeshëm, domethënë lëkundje non stop, po ishte pastaj fillon të mësohesh, po hera parë ju italisë i ka rrugët me gropa. Eksakt. Ka rregulluar atë. Kanë vjedhur aty. Edhe patë frikë vërtet se mund të binte avion. Po super tension, djersh ftofta non stop gjithkohës. Çfarë mendoj në ato momente? Jam tip që kam qenë shumë i vogël për të pasur një gjë të madhe për të humbur, përveç se të ardhmës. Po që dhe jetës. No, thjesht mendova që do hyj më. Mendova që do kthehem me makinë, e sigurt thash. Unë do kthehem me makinë dhe s'kam avion. Domethënë aq tmerr më bë. Po kur përballesh prapë te fluturimi i radhës, sa të bëj 13 orë me makinë. DiCaprio më duket ka rrezikuar 3-4 herë t'i bie avioni. Ka patur edhe një shpërthim, nëse nuk gaboj, DiCaprio të një nga motorave. Nga që ai ende deri në atë moment kishte fituar një Oscar, ta zoti jo për ta marrë. Eksakt. Sekond fundit e ka pas zoti. Kush po ikën tani Leonardo? Ky s'ka marrë Oscar akoma. Po udhëtimi më i bukur, ç'a kishim? Jo, patjetër që për udhëtimet, po doja ta pyesja pak për filmin më. Po patjetër. Ta pyesja pak për filmin këtë copës të fundit, ta ndajmë pak me filmin sepse ti po udhëton edhe fal filmit besoj sot. Kështu që filmi po shkon kudo, super sukses, me një super cast dhe besoj se e ke shijuar. Shikoj, ndodh diçka. Në filmin e parë që bën Policë për kokë, gjithë faza e marketingut edhe të premierave dhe të fushatës edhe të tureve, po themi kaloi shumë shpejt. Dhe kalon me një lloj energjie që ti kur kthehesh mbrapa thua sa shpejt kaloi, nuk e shijova dot. Mendova që kësaj herë do e shijoja pak më ndryshe, po siç duket është e thënë që ajo lloj energjie ka një ritëm të caktuar shumë shpejt që nuk ndalon të marrësh frymë dhe ta shijosh për atë që është. Policë për jetë shkoi shumë mirë, u prit shumë mirë edhe nga publiku, produksioni ishte shumë i mirë. Ku ju çoi larg premier? Ku ju çoi larg? Në Amerikë. Në Amerikë të çoi, apo jo, ikëm tani. Tani do ikim në Amerikë. Jo, tani do ikim nisim me New Yorkun në datë 8 qershor dhe pastaj vazhdojmë me qytete të tjera, Chicago, Detroit, Boston, Philadelphia dhe Miami. Ma thoj si është ndjesia të kthehesh si regjisor në Amerikë. Shumë e bukur. Doja ta humbja këtë udhim. Shumë pyetje e vërtetë, domethënë, nuk doja ta humbja sepse tani po shkoj me film, domethënë po shkoj te komunitetet tona shqiptare për ta ndarë këtë projekt me ata, do shkojmë bashkë me castin e aktorëve, mezi po përshëndaj si projekt, është kënaqësi shumë e veçantë të shkosh të prezantosh një projekt nga Shqipëria, po themi, patjetër që po. Ti jemi me këmbë tokë, ti jemi mirënjohës, patjetër që po. Problemi im është që un kam i problem shumë madh, Ariola, që kam. Ti ke shumë probleme, ëh? Kushte ke vetëm një nga afër e di, po hajt. Kam një problem. Ti ke probleme shumë kam shumë pritshmëri nga vetja. Po në të njëjtën kohë duhet më ndaluar dhe më kuptuar që ca gjëra që i bën check duhet i vlerësosh. Unë kur isha në premier këtë i thosh Aldos, Aldo, e kupton që këta kanë ardhur për ty, për filmin tënd, dhe më thoshte po më plak, po, dhe vazhdon dhe kishte halli. Shko, se kam se Aldo kanë ardhur për ty. Se nuk Aldo kanë ardhur për ty, shihni pak. E marrëm në premierën. Mendoj që e kanë gjithë ata që duan të shkojnë gjithmonë lart. Mendoj që është një nga gjërat që
që nuk ja falin vetes apo që janë gjithmonë kritik ndaj vetes, janë njerëz që duan të shkojnë gjithmonë më lart. Po unë mendoj që të paktën ky film ishte super cool. A jeti Aldo nga ata njerëzit që pa mbaruar akoma një projekt, si më thënë dhe pa dalë premiera, ti ndërkohë ke filluar të mendosh për projektin e radhës? Po, e vërtet. Nuk mundem dot të bëj ndryshe. Nga smosh me ide është ai ritmi, është shumë e rëndësishme unë për shembull eci në jetë me momentum. Tipi do të mendoj që shumë e rëndësishme të ndërtosh një momentum, sepse në moment që bie momentumi duhet ta rindërtosh nga fillimi si një ortek. Ndërkohë që kur topi është bërë i madh nga orteku është shumë më kollaj ta vazhdosh atë top, sesa ta lësh të ç'bëhet dhe pastaj ta rikrijosh dhe një. Pra inercia, kur ti je në një inerci që mund të jetë energjetike fal edhe filmit, ti vazhdon jesh kreativ, je tani po shkruaj projektin e radhës me qira fjalën. Film? Film. Shkurtër i gjatë. Dëshirojm shumë shpejt. I gjatë. Okej, super. Shumë interesant, nuk është vazhdimi i këtyre. Për konkurs apo pra artistik apo jo, artistik. Është film për kinema, për publikun e gjerë, për të fryrë. Mos do jetë polic streshi. Jo, kjo është një gjë më e lezetshme. Shiko, mund t'i bëj një vrejtje Aldos këtu në radio tani? Jo vetëm Aldos. Kam 2 shok regjizor dhe të dy me super sukses. Të dy me super sukses, Bjordi dhe Aldo. Si mos më gjetë një cop vend mua për tek filmi. Po një cop, një të kaloja në sfond aty një herë kështu. Një figurant, një emisione, bulltime me këta unë. Një kaloja më të më shtypte makina, një gjë kështu. Jo motrën tënde. Ka ardhur roli i dur, do vijë roli. Streca për 3 filmat e kaluar që ose kanë ardhur lekë të dur. Ose do të vijë me sponsorin e dur, Varja. Gjithsesi ka qenë një sukses pa diskutim. Po diçka që prit në lidhje me këtë justifikohen, si ja fal kështu, jo. Tani ky djalë nuk shpëton nga unë pa një rol. Po duhet gjej diçka shumë e bukur që t'i rri perfekt edhe të jetë kështu që thotë yes ja vletin. Pa thash, po hajde më gjej një rol të më rraj në për shembull në film. Jo, më as të më rra, as në film nuk më rra. Ose të rrihje, për shembull, se je edhe muskuloz. Në një film të më rrinin, po nuk u realizua dot. Nuk të rra. Të më shdopni në dorë. E po të lutet njeriu të rrihet. Nuk e di. Rolin mos nuk e di, për shembull, po Arioni ka qenë goxha support për këtë film. Unë Arioni kam shumë xhan. Do të thënë është super çon. Faleminderit. Për zollin dhe ka qenë edhe shumë suport dhe Arioni ka diçka shumë të keqe, më thonë se është shumë mirë që nuk kërkon asgjë mbrapsh. Dhe por respekti për Arionin për mua. O të kërkuar që bëri tani Arioni. Jo, këtë ja kam premtuar unë para se ma thonte ai, po me projektin e dur, sepse në të njëjtën kohë duhet ja kthe respektin mirë dhe jo me një diçka të vogël, tipit duhet që të jetë një rol tamam. Dhe këtu do të jemi në intervista të tjera. Shkruan një film të radhës, Arion. Tani do ta shkruash edhe për qartë rolin tim, okay. Dhe i keq dua të jem. Aldo Marku, shumë faleminderit që ishe me ne, shumë faleminderit që bisedove, tregove dhe rrëfeve jo vetëm eksperiencën tonë së bashku, por edhe këto të tjera që lidhet me botën tonë dhe me filmin. Turoj suksese me shpresë që Amerika të jetë një shpërthim i madh për ty. Faleminderit shumë. Faleminderit Aldo, ishte shumë kënaqësi. Ndërkohë do të vazhdojmë me programin tonë, se vetëm pas pak do të ndajmë të tjera informacione për Bangkoku, nuk kemi mbaruar me programin dhe s'kemi mbaruar edhe me muzikën e mirë, kështu që qëndroni me ne në Top Albania Radio në Trip Top. Dhe rikthehemi përsëri së bashku, tani më e keni kuptuar në Trip Top, të dashur miq, kemi kaluar një 2 orë shumë të mirë, kemi ende kohë në dispozicion në fakt sepse 2 orë të plota nuk kemi kaluar, kemi gjysmore përpara për ta shijuar së bashku me informacione me këtë super moderatore që kam përballë çdo të jo vetëm të dielave, sepse kështu edhe në jetën e përditshme frekuentohemi, nuk është vajzë keqe. Mbahet mirë. Jemi në Fokus Bangkok, të dashur miq, do të vazhdojmë të qëndrojmë te Bangkoku. Do vazhdojmë të qëndrojmë, po kurs na e the ore sa lekë të shkojë gjithë Bangkoku ty. Atëre vajti ardhje. Se po flisim për kostot, po atëre vajti ardhje bileta është 800 euro, nëse ti e pret para prakish, pra me gjithë tranzitin nuk ti kalon 800 euro. Një hotel. Lere ti neve, ti thuaj ti. Po, një hotel shumë i mirë është 100 euro çifti, pra ne kemi marrë dhomë për 2 persona kur ishim me Aldon, pra kishim një dhomë 2 çuna, dhe diku te 100 euro morëm një nga hotelet më të mira që mund merrni në atë zonë. Sa ditë në një Arion? Ne ndajtim një javë të plot. 800, edhe 700, 1500, po prit me Aldo në nda, 300. Ideja është që më pas aty nuk e fare argje më. Në momentin që ti mbulon hotelin dhe pra me i 2000 e myllti. Me 2000 je zot. Me 2000 je realisht zot. Po. Nëse në Japoni kushton pak të ash, aty kushton 1/3 e Japonisë. Se pra miq, nuk keni shkuar akoma në Bangkok, a duhesh e bërë në një vaksinë i kështu? As edhe një lloj vaksine, as edhe një lloj gjëje, dhe viza është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë, e bëj aty në avion kur zbrisje për lokacion.
Pra, vizë është një lloj procedure burokratike që ti duhet të plotësosh një formular, asnjë problem në dogan. E vetmja gjë që duhet të bëni paqe është fakti që është vap, është shumë lagështi. Pse mendon ti Arion që ne shqiptarët nuk e kemi akoma si destinacion Bangkokun kaq të përhapur, le të themi, se Tokyo po e bën ti famos, kjo është pak po e sigurt. Në Azinë po shkojmë, nëse shkojmë në Tajland, më shumë në Përishuj. Ne kur themi Tajland, themi pushime çifti, pushime ishulli, pushime të famshme. Por në fakt, a vlen aty për të shkuar për jetën e natës, për shijuar spiritualitetin, për shijuar ushqimin. A vlen për shijuar ambientet. Siç e prekëm edhe me Aldon, i vetmi problem është fakti që nëse keni vizituar shtete të ngjashme ku kanë kulturë të ngjashme dhe i afroheni asaj kulture, e kuptoni që shumë gjëra bëhen për turistët. Që do thotë e kanë humbur atë cilësinë apo thellësinë shpirtërore të tempujve apo të ambienteve ku frekuentohet edhe nga turisti, më shumë në funksion të turistit. Nuk e di nëse arrita ta shpjegoja apo jo çfarë dua të them. Pra nuk ishte më një ambient ku frekuentohej nga ata dhe që ne vjenim e shihnim, po ishte një ambient i cili ishte ndërtuar po thuajse gjithi për ne, që ne ta shijonim turistët. Po ti ai pe këto vendet që ju must see kur shkon dhe viziton një destinacion të caktuar, ku shkove ti për shembull? Ne shkuam në Tempuj, shkuam në parkun kryesor të Bangkokut, që është një park shumë i bukur ku mund të shihni edhe iguana, pra janë këto. Si se ne të shkretve që vetëm lexojmë, thot për shembull kjo që ne duhet shkojmë patjetër në Grand Palace, që është pallati mbretëror historik dhe tempulli i Budës. Regjiana, i vendosni edhe njëra të logon e Aldos me mua që kanë përdorur si cover për që është edhe një nga vendet më turistike. Po, dhe ne kemi shkuar dhe kjo ishte gjëja që ndoja të theksoja, siç e prekëm edhe me Aldon, që kur ti afrohesh e tempullit nga afër, ti shihe të gjitha këto. Është edhe një tjetër më duket ku është edhe një tempull në sfond, nëse nuk gaboj. Watarun, tempulli shumë i famshëm pranë lumit që shumë i bukur në perëndimin e diellit. Edhe atë e vizituam, po kur ti afrohesh afër. Tani këtu ku jemi për shembull në Arion? Këtu në këto momente ky ishte coveri i dytë i episodit të Bangkokut, po gjithsesi çunat i kanë fotografitë të tempullit, është ai tempulli me flori çuna, është ngjajsi kështjella floriri. Ka markete, ka tregje. Që është shumë e rëndësishme. Kur ti afrohesh, e kuptoj që çdo gjë ishte sajuar, pra ato pusullat e tempullit ishin të vendosura si me mastic. Pra jo të kuruara, jo estetike, pra ishte edhe Bangkoku Arion njihet për tempujt me florit vërtet. Po ishin si të sajuara, nuk ishin për ne që kemi vizituar shtete të tjera si dhe vet Kina, apo jo vetëm Japonia, janë më të kuruar se sa tempujt në Bangkok. Në Bangkok dukeshin sikur bërtisnin turist. Pra sikur thoshin, "Hey turist, jani këtu se shko sa bukur e kemi bërë të tempullin." Në çudite. Mos i ruajnë këta me flori për veten e vetë. Jo, ishin budat të ndërtuar me flori, të derdhur në flori. Pra ja këto, bravo çuna, këto janë tempujt për shembull, kur ti afrohesh afër kësaj varke për shembull, që po shohin ata që po na ndjekin nga ekrani ose nga kanali 10, ti e kuptoje që ishte një gjë në thonjza e sajuar. Pra nuk ishte aq detaje sa ti pret të shohësh kur i afrohesh. Dhe quhet edhe qyteti i luleve sepse transporti dhe prezenca e lules në qytet është gjithmonë prezente. Nëse, po për këto për këto po flasim. Si nëse duk pak interesante këtu? Jo, më duk shumë interesante, por nuk e di, unë nga që lexova pikërisht këtë që po të thosha që ka shumë shihet shumë kontrasti i luksit të vërtet me varfërinë e madhe dhe thash to tempujt LBT. Jo, janë prezent, janë shumë të bukur, vizitohen, duhen ti vizitoni, pra është pjesë e kulturës së tyre. Shkojnë ose a ndjej qetësi? Jo. Sepse flisim kaq shumë për një vend kaq shumë, ndërkohë flitet kaq shumë për spiritualitet. Turisti masiv është prezent në Bangkok, është madje është më shumë se ç'duhet. Pra ti nuk arrin dot të hysh në një tempull për të shijuar spiritualitetin tempullit, po hyn thjesht për ta parë, për ta vizituar, për brat foton që është e bukur edhe në rrjetet sociale. A dhe një gjë lexova në që thoshte në momentin që hyn turisti në Bangkok, ndihet shumë lagështia, aroma e fortë e erëzave. Shumë. Këtë desha të pyesja. Të mersi shumë aroma. Dhe të duket sikur futesh në një botë tjetër. Je në një lagje të çuditshme edhe pse është qytet. Aromat jo vetëm të këndshme, sepse Bangkoku duke qenë se është shumë i gjallë, shumë popullsi, jo të gjithë ata janë të rregullt, dhe aromat e forta të gatimeve dhe jo vetëm, nëse nuk je i fortë edhe me stomakun apo nuk ke kapacitetin të ambientohesh kollaj, mund të bëjmë problem për gjithë udhëtimin. Heq qametin. Por ne nuk heqim qametin, shijojmë muzikën në Top Albania Radio, rikthehemi pas pak. Jemi në pjesën e fundit të programit tonë me Arion Muxhario, Lasheu dhe Trip Topin. Keni qenë për 2 orë në transmetim. Shpresojmë që ju kemi bërë shoqëri të mirë. Muzikën jemi përpjekur ta kemi të lezetshme. Sigurisht të bazuar pak edhe tek muzika
tajlandezëve edhe pse tani muzikën tradicionale të tyre sishim duke vënë me ta thënë drejtën. Ne bëmë për ato dashuri që po na ndiqni në këto momente dhe që ju ka pëlqyer muzika që transmetuam në këto 2 orë padyshim në Top Albania Radio muzikazh gjithmonë e jashtëzakonshme. Mund të vendosnim edhe muzikë pak më tradicionale, por kur bëmi hulumtim ishte pak selektive dhe kishim frikë se përveç 1 apo 2 këngëve që ju vendosëm me fokus Bangkokun, të tjera do ishin pak të çuditshme për ne. Por nga Blackpink, që është një nga grupet më të famshme të K-popit, një nga vajzat Lisa Qënka e Tajlandës. Prandaj dhe ne kishim vazhdimisht në transmetim se këto janë bërë shumë të famshëm, shumë popullore, por ishte këngëtarja e vetme, le të themi, e njohur në rang planeti. Por në Bangkok, siç e dini, siç e keni dëgjuar, siç edhe e prekëm gjatë gjithë episodit, bota shkon. Bota shkon aty, frymëzohet për filma, frymëzohet për muzikë, frymëzohet për skena filmash jo vetëm të bukur, por edhe pak të frikshëm, sepse dhe kultura e horrorit aziatike është jashtëzakonisht shumë e theksuar. Por siç e prekëm dhe nuk dua të bëjmë repetitiv, po më lejo të ta them, gjëja më që turisti duhet të mësohet dhe duhet të përballet në Bangkok ishte pikërisht ajo e prostitucionit. Do të thënë, prostitucioni në Bangkok ishte në çdo element jetësor, ti dhe kamarieren, siç e tha dhe Aldo, dhe kamarieren e lokalit nëse i ofroje shifrën e duhur, kthehej në një të tillë. Varfëria bënte dhe na çuditi dhe na trishtoi në shumë momente, bënte që shumë kategori njerëzish ta gjenin veten ekonomikisht vetëm tek prostitucioni. Pra si një zgjidhje le të themi për një jetë më të denjë. Në Pattaya ishte gati përdor një term italian i thot nauseabondo, pra që të vinte për të vjell aq shumë e shije në Pattaya Beach prostitucionin dhe kundërmimin e prostitucionit në çfarëdo lloj ngjyre sa ne një moment publike? Po. Ço thua? Po. Një moment me Aldon ulëm në plazh, po shihnim një tjetrin, kishim atë shokun italian me vete dhe thamore, tani kjo gjë apo na pëlqen apo nuk po na pëlqen, sepse ishte një miks emocionesh. Nga një anë shifje gjëra me shumë ngjyra që si kishe parë nëpër vende të tjera apo shtete të tjera, dhe nga ana tjetër ti e kuptoje që ata ishin në një farë forme edhe duke u shitur lirë, pra çdo gjë atje blihej. Po. Nuk kishte shpirtin, do të thuash. Asnjë vlerë, as vajzat e vogla, sepse na rastisin që i pa me sy dhe vajzat shumë të vogla në moshë, ishin lehtësisht të bleshme, të aksesueshme, dhe zotrinj që e përdornin apo e shfrytëzonin atë destinacion për prostitucion ishin nga 50 e sipër dhe ti shifje tani. Po shko, kjo është një gjë që do ta mësosh. Jo, është realitet, jo më diskutohet, e dim, burra nga 50-60 vjeç me vajza 80 vjeçare përdore. S'dua ta mbyll kështu. Jo, pra mos ta mbyll kështu. Mund ta mbyllim me Dua Lipën për shembull dhe Blackpink që kanë bërë këngën Kiss and Make Up, që ka qenë një këngë shumë e famshme dhe me atë mund ta mbyllim programin ton për sot. Arion, si na e mbyllë kështu se morën vesh, po do të shihemi. Do të shihemi javën tjetër me shpresë që të flasim gjëra të bukura. Shihemi, ciao.